إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركهم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. Vetëm Allahu subhanahu wa taala falenderojmë dhe vetëm prej tij falje ndihmëzim kërkojmë, salavat e selamet qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij, mbi familjen e tij dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e tij me sinqeritet deri në atë ditë ku thot Allahu subhanahu wa taala yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Atë ditë nuk të bën dobi asgjë nga kjo botë, pasuri, pozitë, vetëm ai që shkon tek Allahu me një zemër të pastër. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Të nderuar vëllezër dhe motra, vazhdo me ligjëratën e radhës në lidhje me sinqeritetin nga cikli apo seria ligjëratave veprat e zemrës. Do ta bëj një rezume të shkurt 2-3 minuta. Ta kujtoj se çka kemi folë ligjëratën e kaluar që të lidhemi me ligjëratën e sotme. Kemi thënë se Allah subhanahu wa taala kur thot alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, Allahu është ai që krijoi vdekjen dhe jetën që t'ju shoh, pra t'ju vuj juve në sprovë se cili është ahsanu amala, më vepërmirë. Fudhel ibn Iyad kur e shpjegon këtë fjalë kemi thënë se ahsanu amala ka thënë akhlasuhu wa aswabuhu, pra ajo cila është më e sinqertë dhe cila është më e drejtë, pra e sinqertë që të jetë për Allahun subhanahu wa taala dhe aswabuhu e drejtë që të jetë sipas sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu kemi definu sinqeritetin me disa definicione, ndërsa sonte do ta përmendim njërin nga ato dhe kemi thënë se sinqeritet është që të mos kërkosh dëshmitar tjetër për veprën tënde përveç Allahut subhanahu wa taala, e as shpërblyes tjetër post tij. Pra ky është sinqeriteti, që ti mos kërkosh dëshmitar dhe as shpërblyes tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala. Po ashtu kemi thënë se sinqeriteti është pak një gradë e vështirë, nuk është edhe e lehtë të arrihet, për arsye se në jetët tona janë të përziera me dëshirat e vetes. Dhe dëshirat e njeriut janë në të kundërtën e asaj që thret sinqeriteti. Për atë Sufjan al-Thauri thot: "Ma alajtu shay'an ashaddu alayya min niyyati li'annaha tataqallabu alay." Nuk kam trajtu dhe nuk jam në mundu që të zgjedh diçka më shumë se sa niyetin. Li'annaha tataqallabu alay, sepse ajo shumë pra ndryshon. Të nderuar vëllezër dhe motra, nefsi i njeriut, siç kemi thënë, është pra që don vëmendje, don mu dok, don mu shfaq, ka dëshirë famë, ka dëshirë tjetë, të me thënë, i pranuar në një mes, nuk i pëlqen kritika, qortimi dhe kështu me radhë. Dhe të gjithë këto janë el-af'al el-jibilije, pra janë instikte njerëzore, gjëra të lindura me njeriu. Mu për këtë e shohim edhe fëmiu kur është i vogël bën vepra dhe gjeste që ta tërheq vëmendjen prindve apo njerëzve të tjerë. Pra mirë, po kjo e shoqëron edhe kur rritet. Mu për këtë njeriu don që të vlerësohet. Edhe e shohim nëse kryen një vepër, don që të falenderohet. Dhe thot që e kryva filan veprën, i ndihmova filanit dhe nuk ma diti apo nuk më tha as faleminderit. Mu për këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: kush nuk i falenderon njerëzit, nuk e falenderon Allahun. Pra sepse natyrë edhe instinkt njerëzor është që kur një njeri ta bën një të mirë, t'ja kthesh me të mirë, apo s'paku nëse s'mundesh ti thuash Allahu të shpërbleft. Kjo është sa i përket çështjes në këtë botë. Mirë po shtrohet pyetja, si mund të jetë pra kjo në lidhje me adhurime? Si mund ta përkthejmë këtë në lidhje me sinqeritet? Pra njeriu kur bën për dikën diçka,
ai njeri ka qef që personi për të cilin e ka kryer një vepër ta shpërblej, t'ia di dhe kështu me radhë ta falenderoj. Kjo ndjenjë dhe ky relacion duhet me qenë kështu edhe me Allahun subhanahu wa taala. Pra, njeriu duhet me qenë i bindur në shpërblimin e Allahut subhanahu wa taala. Mu për këtë kur e definu me sinqeritetin thamë që mos të kërkojmë shpërblim tjetër përveç Allahut. Pra, njeriu kur e kryen një vepër për Allahun subhanahu wa taala, atë vepër apo për atë vepër duhet me prit shpërblim vetëm për Allahut subhanahu wa taala. Dhe mu për këtë emri Allahut Ash-Shakur është që për pak vepra Allahu subhanahu wa taala shpërblen shumë. Pra, ashtu siç në jetën tonë të përditshme, nëse e kryjm një punë për dikën, nuk presim shpërblim vetëm për atë person që e kemi kryer atë punë, kjo duhet të të zbatohet edhe të praktikohet në relacion me adhurim me Allahun subhanahu wa taala. Pra, nëse një vepër e kemi kryer për Allahun subhanahu wa taala dhe njëti ka qenë i pastër, puro vetëm për Allahun, kjo vepër, pra ne nga kjo vepër nuk duhet të presim shpërblim nga askush tjetër vetëm prej Allahut subhanahu wa taala. Dhe mos mu mërzit njeriu pra për qofshin, pra as mos mu gëzu shumë për lëvdratat e njerëzve në aspektin se ky person e ka zemrën e mbushur me bindje në shpërblim në Allahun subhanahu wa taala, dhe as mos mu mërzit për kritikat apo qortime që i shkaktojnë njerëzit, sepse as lëvdatat, as qortimet, ky person nuk duhet me pas në vendin e tij, nuk duhet me pas vend në zemrën e tij, sepse e ka të mbushur me bindje në shpërblim tek Allahu subhanahu wa taala. Pra, kjo është sinqeriteti në praktik. Arsyeja dhe rëndësia e sinqeritetit shfaqet del në pah kur e lexojmë një ajet wa qaddimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Allah thot, ne thot ju kemi qas veprave të tyre dhe e kemi bë thot haba'an manthura, e kemi bë thot pluhur dhe të shpërndar. Siç e dini hadithin e Ebu Hurajres, transmeton Shufej, ky ishte nga tabeinët, thonë të shkova në Medinë dhe i pash një njeri dhe rreth tij ishin të mbledhur disa njerëz. Pyeta kush është ky person, tha ky është Ebu Hurajra. Shkova tek Ebu Hurajra dhe i thash, ja Ebu Hurajra, thot, ma tregon një hadith që e ke mësuar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e ke ndëgjuar, e ke mësuar, e ke kuptuar, si më thanë. Ma shumë se sa verse e ke ndëgjuar, por ka prek thellë tek ti. Atëherën Ebu Hurajra i tha, isha me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe sa herë që donte t'ja tregonte këtë hadith, Ebu Hurajres i binte të fikt. U niste me ja tregu, i binte të fikt. U niste me ja tregu, i binte të fikt, pra 3 herë, derisa i tha, e kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë, në ditë të Kiametit Allahu subhanahu wa taala do t'i gjykoj njerëzit dhe yaqdi bayna al-ibad, do të gjykoj mes robërve të tij. Gjathia thot, ato janë të gjunjëzuar, dhe thot, i pari që Allahu subhanahu wa do ta thras është ai i cili ka lexuar Kur'an, dietarin dhe kështu me radhë, dhe do t'i thohet, e mësove, apo Allah do t'i thot, ta mësova librin në të cilën e zbrita pejgamberit tim. Atëherë çfarë veprove me te? Tha, lexova ditën dhe natën, ja mësova tjerëve, e përhapa diturinë dhe kështu me radhë. Allahu subhanahu wa taala do t'i thot kadhabt dhe me lajket do t'i thonë kadhabt. Po gënjen, mirë po, e ke ba një vepër të tillë që të thuhet dietar, pastaj vjen me atë që ka dhënë në rrugt të Allahut subhanahu wa taala në këtë dunja që është njoft, dhe do t'i thohet çfarë bëre me pasurinë që ta dhash, tha i ndihmova të varfër dhe dhash lëmosh për hir tënde, do t'i thohet kadhabt, po gënjen, dhe me lajket do t'i thonë kadhabt, po gënjen, ke dhanë që të thuhet bujar. Dhe disa transmetime wa qad qila dhe të është thënë, dhe vjen me atë që ka vdek në rrugt të Allahut subhanahu wa taala, çfarë bëre, tha, dhash jetën me të shtrenjtë në rrugt tënde, po gënjen, dhe me lajket do t'i thonë po gënjen,
mirë po e ke ba një vepër të tillë që të thuhet trim. Thot Ebu Hurajra dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha, këta janë 3 njerëz, 3 kategoritë e njerëzve që Allahu subhanahu wa taala do ta dhezë zjarmin e xhehenemit. Pra të nderuar vëllezër dhe motra, në pikpamjen e parë, lexuesi i Kuranit ndoshta ka shpërblime me miliarda, ose ai që ka dhënë pasuri dhe kështu me radhë, ose ai që ka dhënë jetën në rrugt të Allahu subhanahu wa taala. Mirë po, arsyeja se ky person këto vepra nuk ishte i sinqert, në këto vepra nuk e kishte niyetin e pastër dhe nuk e kishte për Allahun subhanahu wa taala, Allahu pra do t'ja baj hi. Paramendoni, të nderuar vëllezër, kjo është një gjendje që ndoshta me fjalë vështirë të përshkruhet. Mirë, po ky njeri vazhdon dhe gënjen derisa ta takojnë Allahun subhanahu wa taala. Kur ta takojnë Allahun subhanahu wa taala, i bëhet e qartë se ka gënjy dhe Allahu i thot kadhabt. Pra Allahu subhanahu wa taala e cilëson si gënjeshtar. Arsyeja vetëm është, të nderuar vëllezër, se ky person ka besuar në vetvete se është i sinqert dhe nuk ka reflektuar mbi vetveten dhe nuk ka marrë hapa që ta trajtoj sinqeritetin. Mu për këtë dietarët kur kanë dalë se sinqeriteti është i vështirë, kanë dalë nga ky rezultat. Pra ky ka besu në vetveten e vet se ky është i sinqert dhe ka vazhduar me këtë gjë dhe thjesht nuk i shnal me vetveten e vet veprat që i ka bë, nuk ka reflektuar mbi vetveten e vet, nuk i ka rishiku veprat që i ka bë, nuk i ka rishiku niyetin dhe qëllimin edhe kështu me radhë, përse po i bën, apo i bën për famë, apo i bën që të flitet për te, apo i bën për Allahun subhanahu wa taala. Mu për këtë Sufjan al-Thauri, një nga dietarët e mëdhenj islam, thonte kullu ma dhahara min amalin la a'udduhu shay'a. Çdo punë që bëhet haptas tek unë nuk ka vlerë, nuk e llogaris diçka me vlerë të madhe. Li anna al-quluba adhafu min an takuna mukhlisatan. Sepse zemrat janë të dobta, janë të brishta, që të jenë të sinqerta, wa nasu yanzuruna, kur njerëzit janë duke i shikuar ata. Pra, personi e ka të vështirë të jetë i sinqert kur njerëzit i kanë sy tek ai person. Pra, me njëherë anë të hynë dëshira për mu lavdru, egoja, dëshira për famë dhe kështu me radhë. Për atë Sufjan al-Thauri thonte, ato punë që janë në dukje pra në publik dhe kështu me radhë, thot unë nuk i llogaris diçka, thonte, edhe pse ata kanë bërë vepra, edhe nuk ka dyshim se kanë bërë vepra edhe në publik edhe të mshefta. Mirë, po këtë do me thonë se thot zemra thot është e brisht dhe është e dopt karshi syve të njerëzve. Pra nuk mundet mi përballu shumë sinqeritetin kur njerëzit e shikojnë. Pra kur sytë e njerëzve janë të kthyer drejt teje. Pra ruajtja e sinqeritetit përballë njerëzve është diçka shumë e vështirë, siç thash, sepse nefsi don që të doket dhe sinqeriteti është e kundërta. Mu për këtë dietarët thonë kapitali yt, depozita yte, rezerva yte në të cilën do të shpëtoj ty në ditë kiametit, janë veprat e mshefta. Pra veprat të cilat ti i bën mes teje dhe Allahut subhanahu wa taala. Sepse këto vepra janë argument se ti edhe në publik kur i bën para njerëzve ti i bën për Allahun subhanahu wa taala. Argument sepse ti edhe kur je në vetmi i bën vepra. Pra veprat të cilën bëhen në vetmi janë një lloj mburoje dhe janë një lloj depozite që njeriu e mush që kur të dalë para Allahut subhanahu wa taala, sepse ajo vepër që bëhet në vetmi, ajo vepër është pra më afër, apo mos të them është 100% e sinqert, sepse në te nuk shikon pra syri i njeriut, i cili është shkak që njeriu të ndryshoj pra qëllimin. Mu për këtë kam thënë, iyake an takuna aduwan li iblis fil alaniya sadiqan lahu fi sirr. Ke kujdes thot, që të jesh thot
armik i shejtanit në publik, të bëjsh vepra në publik, sadiqan lahu fi sirr, dësa të jesh shok dhe mik i tij në fshehtësi. Pra, ai njeri që në publik bën vepra, mirë po në fshehtësi nuk ka vepra mes tij dhe Allahut subhanahu wa taala, kjo në një farë mënyre edhe përkundrazi në fshehtësi bile edhe i bën mëkat Allahut subhanahu wa taala, kjo në një mënyrë është mik i shejtanit në publik, në dukje, në shfaqje, në pamjen e jashtme, dhe është pra mik i tij në fshehtësi. Pra është armik në pamjen e jashtme sepse bën veprat që nuk i don shejtani, që në të kundërt të qëtre shejtani, mirë po në fshehtësi pra i nënshtrohet atij dhe i bën Allahut subhanahu wa taala mëkat. Ndërsa muslimani besimtari sinqert është ai i cili nuk dallon mes vetmisë dhe asaj publik, pra veprave në publik. Përkundrazi, mundohet veprat në vetmi t'i shtojnë, siç thash, sepse ato janë më të mbrojtura nga syefaqësia dhe janë më afër sinqeritetit. Mu për këtë, shpesh ne në dhikrin e mëngjesit e thom një dua, Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika shay'an wa ana a'lamu wastaghfiruka lima la a'lamu. O Allah, unë kërkoj mbrojtje nga ti që të bëj shirk, që të bëj ortakëri, diçka që di, dhe kërkoj falje nga ajo që nuk e di. Pra, nuk mjafton vetëm ajo që e di, por thot pejgamberi se na kërkoj nga ne nga ajo që se dim, sepse ka mundësi njeriu nuk e ndin ramjen në shirk. Pra, ajo që se dim ka mundësi të jetë ma shumë se sa ajo që e dim. Sepse siç thash, njeriu nuk e ndin ramje në syefaqësi, sepse edhe syefaqësia është një lloj prej llojeve të shirkut të vogël. Mu për këtë, njeriu vazhdimisht duhet me kërku istikfar, kërkim falje dhe mjeri përtri në vetveten e tij kuptimin e sinqeritetit. Pra, fjala Sufjan Thaurit, pra që thot është vështirë dhe unë ato vepra që bën në publik, jo se nuk i baj dhe çka kërkohet i veproj, mirë po thot zemra thot janë të dobta kur përballen me shikimin e njerëzve. Kur zemra Sufjan Thaurit ishte e dopt, vallë shtrohet pyetja se çfarë është zemra e jona, pra zemra ime dhe jutja dhe kështu me radhë. Dhe sot për mi shfaq njeriu adhurimet është bërë shumë lehtë. Dhe shumë prej njerëzve pra adhurimet i shfaqin në për foto dhe kështu me radhë. Dhe vjen shejtani dhe të hyn me disa cytje që bane një foto apo diçka shfaqin një adhurim që të merre shembull dhe nuk ka të bajtu as në shembull dhe as në asgjë tjetër. Arsye kryesore të nderuar vëllezër dhe motra që i bën ballë këtyre gjërave është dituria dhe frika. Këto dy gjëra e bajnë njeriun pra që të jetë më i sinqert dhe më shumë ta ketë pra frika dhe dituria janë ata dy gjëra që e bajnë njeriun që të jetë i sinqert. Si pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë inni a'lamukum billah wa ashadduhum lahu khashyatan. Unë jam më i shumti që di për Allahun dhe jam më i shumti që e kam frikë Allahun dhe jam i devotshëm. Pra sa më shumë që njeriu ka dije, aq më shumë ka frikë nga mospranimi i veprave. Dhe sa më shumë, pra dhe sa më pak që ka dije, tregon gjithnjë e më shumë mospërfillje dhe pakujdesi. Pra sa më shumë që ka dije, ky person ka frikë se mos po i pranohen, pra mos po i refuzohen dhe nuk po i pranohen veprat. Kemi rastin në jetën tonë praktike të çështja e provimit. Nëse një njeri është që mëson shumë, kur vjen çështja e provimit, data e provimit, edhe pse ndoshta ka mësuar përmend të gjithë materialin e provimit dhe kështu me radhë, ky person ka frikë se vallë nuk po merr notën e plotë. Pra frika çdo herën e shtyn që këtë me mësu mirë, po edhe kur mëson, prap e shoqëron një frikë. Për dallim me atë njeri që thjesht nuk ishte i dhanun shumë se çka po bëhet me rezultatin e provimit, thjesht kë ndoshta edhe deri 1 orë apo 2 orë para provimit flen.
Kështu është të nderuar vëllezër dhe motra edhe çështja e sinqeritetit. Momentin që njeriu ka frikë se nuk po i pranohet vepra, a kupton? Çdo herë e shoqëron një frikë. Ndërsa nëse nuk është fare i brengosur, apo i pranohet vepra apo jo, thjesht ky person nuk ka diçka çka e motivon që me qenë i sinqert. Mu për këtë çuditesh kur lexon për frikën e atyre të cilët ishin të përgëzuar me xhennet. Shtrohet pyetja, ato ishin të përgëzuar me xhennet, mirë po kishin frikë nga syefajësia, kishin frikë nga hipokrizia dhe kështu me radhë. Arsyeja të nderuar vëllezër është frika e bën që njeriu ta përmirësojë veprën. Pra, frika është ai shtytsi, ai motivi që e bën njeriu që ta përmirësojë veprën nga frika se nuk i pranohet. Pra, momentin që ka njeriu një bindje se nëse e bëj një vepër shkele shkoh, thjesht nuk jam i përqendruar apo diçka më radh, nëse kjo frikë mbizotron në brendsinë time, atëherë kjo bën që une të më thanë munal dhe me reflektu. Pra edhe ato pra i shef që edhe pse kanë qenë të përgëzuar me xhennet, ende kishin frikë. Arsyeja ishte se kjo frikë i shtynte ato që vazhdimisht ta përmirësojnë veprën nga frika se vallë nuk po i pranohet. Mu për këtë Hasan el-Basri u thot, innal mu'mina jama baina al-ihsani wa shafaqa. Thot besimtari vërtet bashkon mirësinë dhe frikën nga Allahu subhanahu wa taala, ndërsa bainama jama al-munafiqu baina al-isaati wal-aman, ndërsa hipokriti bashkon të keqen me ndjenjën e sigurisë. Pra edhe nëse e bën veprën, pra jo në formë të duhur që kërkohet nga ai, ndihet i sigurt. Ndërsa besimtari i sinqert çdo herë është në një farë gjendje frike se vallë nuk po i pranohet vepra. Kjo gjendje frike çdo herë pra e bën që ta përmirësoj dhe të jetë i sinqert. Mu për këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, men khafa adlaj wa man adlaja balagha al-manazil ala inna silat Allahi al-ghali ala silat Allah. Men khafa adlaj, pra kush ka frikë niset herët. Dhe kush niset herët arrin në vendin e sigurt. Vërtet, ala inna silat Allahi al-ghali, me të vërtet malli apo artikulli i Allahut është i shtrenjtë dhe me të vërtet thot artikulli i Allahut është xheneti. Pra, kush ka frikë zgjohet natën i fal 2 rekat. Kush ka frikë e preokupon namazi në xhami. Sidomos pra kush ka frikë e preokupon namazi sabahut se vallë mos po e mashtron gjumi dhe po kalon koha dhe kështu me radhë. Pra, është çdo herë i preokupuar nga frika se nuk po i kryen adhurimet apo veprat siç duhet. Mu për këtë nderuar vëllezër dhe motra, atë njeri që e kap el futur, pra plogështia në adhurime, pra rënja e zellit, duhet ta riaktivizoj frikën se vallë nuk po i pranohet vepra, dhe kjo gjë e bën që vazhdimisht njeriu mi bë veprën që kërkohet nga ai në formën më të mirë. Njëherë Sufjan e-Thauri ky nuk ka shnaq se vetëm nga frika se mos po i pranohet vepra. Ky ka shkuar edhe më shumë. Thot Sami'tu Ibn al-Mahdi yaqul bata Sufjanu indi, tregon thot Ibn Mahdi thot një ditë, një natë thot flet Sufjani tek unë. Fajale yabki, qante natën. Faqila lahu, dhe i tha në atij pra, vallë a je duke qenë nga mëkatet? Faqala la dhunubi indi ahwan. Të çështja e mëkateve për mua nuk e kam problem, është e lehtë. Aq e lehtë sa që morri pak dhe në dorë dhe e uli, do të thonë diçka shumë e lehtë. Mirë po thot, inni akhafu an uslaba al-imana qabla an amut. Pra mirë po un kam frikë që të mos më hiqet imani, besimi para se të vdes. Pra të nderuar vëllezër dhe motra, kjo fjalë e Sufjan e-Thaurit dhe fjalë dietarëve të tjerë dhe kështu me radhë, është një mesazh se asgjë nuk ka të sigurt në këtë botë.
dhe jemi dëshmitar të gjallë se shumë dëgjojmë se ndoshta filani ka deviju dhe kështu me radhë. Për atë Sufjan al-Thauri kishte frikë, nuk e kishte frikë në mëkate sa kishte frikë e një uslebe thonte që më nxirra thot besimi para se të vdes. Pra asgjë nuk ka të sigurt. Sa që thot Ibrahim ibn Adham, men ya'manu al-bala ba'da Khalilullah. Kush është sigurt pas Ibrahimit a.s. pas mikut të Allahut subhanahu wa taala. Pra kush ka siguri qose Ibrahimi nuk ka pas siguri. Sepse çka tha Ibrahimi? Rabbi ja'alni wa baniya, Rabbi jnubni wa baniya an na'bud al-asnam. O Allah, më largo mua dhe pasardhësit e mi që t'i adhurojmë idhujt. Pra Ibrahimi, edhe pse ishte pra mik i Allahut subhanahu wa taala, ulul azm prej pejgamberëve të zgjedhur dhe kështu me radh, tha Rabbi jnubni wa baniya na'bud al-asnam. O Zot, Zoti im më largo mua dhe bijtë e mi nga adhurimi i idhujve. Pra kjo do të thotë se cilë do qoftë njeriu, sa do i ditur apo i devotshëm, nuk duhet të ndihet i sigurt nga sprovat apo nga gabimi. Ai duhet të qëndrojë gjithmonë në frikë dhe porulësi, duke u lutur Allahut që ta ruajë nga rrëshqitja dhe të qëndrojë besnik në besim. Pra, siç thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, shpesh e bante duan, o forcues apo o rrotullues i zemrave, na rrotullo dhe më na forco zemrën në Islam. Një prej arsyeve të nderuar vëllezër se njeriu mund të ketë përfundim të keq është edhe ai njeri i cili nuk i nep rëndësi mëkateve. Sepse mëkatet të nderuar vëllezër janë një lloj poste që të çon në ma shumë pra në kufër, Allahu na ruajt. Sepse momentin që njeriu i bën mëkat, thjesht arrin, pra vazhdon dhe i bën mëkat Allahut subhanahu wa taala derisa ky person normalizohet mëkati. Momentin që ky person normalizohet mëkati, ky person në farë mënyre nuk tregon edhe interesim për fe. Momentin që nuk tregon interesim për fe, dituria e tij dobësohet. Momentin që dituria e tij dobësohet, të nderuar vëllezër dhe motra, këtij person, momentin që i paraqiten dyshimet, se ky, domethënë, dyshimet pra ndikojnë te ky person. Dhe ka njerëz që shkak i dyshimeve kanë ra deri në ateizëm apo në mosbesim apo kanë shku deri edhe e kanë mohu Zotin. Gjithë kjo, të nderuar vëllezër dhe motra, ka filluar si shkak pra i dyshimeve, momentin që njeriu e hap derën e dyshimeve apo edhe të kundërtën, derën e mëkateve, epsheve, dëshirave të ndaluara dhe kështu me radhë. Me rëndësi të nderuar vëllezër, dikush mundet me pyet si ta dim a ka shenja sinqeriteti. Themi prej shenjave të sinqeritetit është që njeriu ti mshef pra si thash e veprat e mira ashtu siç i mshef veprat e këqija. Bile edhe më shumë. Dietarët thonë pse? Sepse e veprat e këqija s'ke ku mi mshef në aspektin jo se mu krenu, po në aspektin në relacion me Allahun subhanahu wa taala veprat e këqija janë të shkruara. Nëse njeriu kërkon pendim, Allah ja parandon pendimin, shpreson tek Allahu që t'i falen dhe të fshihen, mirë po në esencë janë të shkruara. Wa wajadu ma amilu hadiran. Çdo gjë që ka vepruar njeriu do të jetë prezant dhe e shkruar. Ndërsa veprat e mira ne nuk e dim a janë pranuar. Pra veprat e këqija janë të shkruara, ndërsa veprat e mira ne nuk e dim a janë pranuar. Momentin që njeriu i mshef veprat e mira, në një farë mënyre i ka dhënë një mbrojtje mos të ikin. Dikush mundet me pyet ku munden me ik veprat e mira, themi mundet me ik, pra mundet me marr syefajësia. Sepse si thash, syefajësia lind apo është e përzier me dëshirat e fshehta të njeriu. Pra, sinqeriteti dhe syefajësia luftojnë njëra me tjetrin, cilën njeriu e ushqen më shumë, ajo pra është që e merr veprën. Nëse njeriu punon më shumë dhe ushqen sinqeritetin, niyetin e pastër, atëherë vepra shkon ka niyeti dhe sinqeriteti.
Momentin që njeriu don për mu dok, don famë, don lavdrime dhe kështu me radhë, pra syefajësia pra aktivizohet tek ky person më shumë dhe e merr veprën pra për tek vetja e vet. Prej shenjave tjetër të nderuar vëllezër është që pra si thash është e kundërta e syefajësisë. Syefajësia don që njeriu të doket dhe hudhudhun nefs, pra dëshira që të doket njeriu. Prej shenjave të sinqeritetit është që nëse ndihmohet Islami, nëse ndihmohet kauza e Islamit, nëse ndihmohet e vërteta dhe kështu me radhë, është që pa marrë parasysh a je ti i pari që e man atë flamur apo jo, me rëndësi është të nderuar vëllezër dhe motra që të ndihmohet Islami. Pra momentin që ti tek ti nuk çon pesh a je i pari në mes anash, djathtas, majtas apo nuk je fare në atë, mirë po thjesht gëzohesh me ndihmimin dhe me triumfimin e Islamit, kauzës Islamit, vërtetës dhe kështu me radhë, kjo kallëzon se ti je i sinqert. Momentin që ti don mu duk në një çështje, në një projekt, në një kauzë dhe kështu me radhë, kjo kallëzon se sinqeriteti jot është pikpyetje, sepse el amel tahawwala ila hadh nafsi, hadha min adawat tahqiq dhat, sepse kjo dukja jote në këtë gjë është kthyer thot në një mjet për kënaqësinë e vetes, një formë e fshehtë e vetlavdrimit. Pra, ti momentin që nuk brengosesh më shumë apo ka sukses ndihmimi dhe kauza e Islamit dhe të triumfojë e vërteta dhe të valvojë flamurit e vërtetës, po marr rëndësi ke ti me qenë ai që e man flamurin. Dhe kjo me domos të jesh ti i pari që e man flamurin, këto janë shenja të syefaqësisë. Momentin që ti në fare nuk të çon pesh a je ti i pari që e man, apo je i fundit, apo je djathtas apo majtas, me rëndësi Islami është duke ecë, apo çfarë do qoftë, ajo vepër e mirë, qoftë ndoshta edhe me dal në namaz apo diçka, me rëndësi vepra mu kry në formën më të duhur. Pa marr parasysh a je ti ai i pari apo jo, kjo tregon se pra ti je i sinqert. Dhe e kundërta. Momentin që ti fare nuk brengosesh se apo triumfon, apo çka po bëhet me kauzën e Islamit, me rëndësi është që ti me majt flamurin, pra tek ti nuk ka problem, apo ngritet flamuri, ma shumë e ke preokupim që ty të jesh nga ai që e ngrit flamurin, të jesh i pari në këto çështje, në projekte kështu me radhë. Këto janë shenja të nderuar vëllezër dhe motra të syefaqësisë. Edhe pse në dukje është adhurim, por në thelb është kënaqësi e vetes, jo kënaqësi e Zotit, pa marrë parasysh pozitën që ka. Pra, ti mendon se medalje i pari në një vend është adhurim dhe unë jam të i kontribu, mi po në një farë mënyre ti jetu e kënaq veten dhe për dëshira dhe për etegat vetës me çdo kusht për medalje i pari dhe nuk është pra qëllim kënaqësia e Zotit. Dhe mu për këtë dietarët thojnë, sot besim pra umeti musliman, sidomos fusha e thirrjes islame në nivel global thojnë, është thot me përplasje thot të fshehta e të hapura, jo për ngritjen e fesë, por për kush të jetë në krye, kush të përmendet me emër e kush të mbaj flamurin. Pra, disa prej njerëzve thonë, unë e di më shumë se filani, unë e meritoj këtë post më shumë se filani, unë jam më i mirë se ai, unë kam shkollë dhe kështu me radhë. Këtu lënë pyetja, a është çështja që ta mbash ti flamurin, apo që flamuri të mbahet me të drejtë dhe të ecë kauza përpara. Pra, me rëndësi të nderuar vëllezër është që të përhapet e vërteta. Pa marrë parasysh, ne duhet të insistojmë të jemi pjesë dhe të ndihmojmë. Mirë po, a jemi ne të parët apo të fundit, është kjo nuk ka shumë rëndësi. Dhe do ta përfundojmë me një fjalë të Fudhejl ibn Iyadit, ku thotë: "Tarkul amal min ajli an-nas riya, wal amalu min ajli an-nas shirk, wal ikhlas an yuwafiq Allahu minha."
E keni ndëgjuar ndoshta këtë rregull, kjo rregull është e lidhur direkt me sinqeritetin, thotë me bë një vepër shkak i njerëzve është shirk. Me la një vepër shkak i njerëzve është ria, është syefaqësi, një lloj e shirkut. Sinqeritet është që të shpëtosh prej këtyre dy gjërave. As mos ta bësh për njerëz, as mos ta lajsh për njerëz. Dikush mundet me thonë tash vështirë diçka, as me bë problem, as me bë problem. Jo të nderuar vëllezër, nuk ka kështu. Ky dietar kur e thot këtë fjalë, ky e ka për qëllim që preokupimi i njerëzve, preokupimi se çka thonë njerëzit, mendimi i njerëzve për ty, opinioni që japin njerëz për ty, nuk duhet me të bë të mvarur që a mi bë një vepër apo për me lënë një vepër, por me qenë kryesorja kënaqësia Allahut subhanahu wa taala dhe mos hidhrimi i tij. Që nëse e bën një vepër, mi bë për Allahun subhanahu wa taala. Edhe nëse kjo vepër tek disa njerëz, pra mos me qenë diçka ku me ditë sa pranumun, apo mundesh diçka tek dikush mu llogarit ndoshta edhe ekstremist dhe kështu me radhë, mos me qenë shkak opinioni dhe mendimi që ka njerëz për ty, thot për me lanë veprën, apo e kundërta për me vepru një vepër. Pa nëse e le një vepër, lene për hir të Allahut subhanahu wa taala. Dhe nëse e vepron një vepër, e veproje për hir të Allahut subhanahu wa taala. Ky thot është sinqeritet. Përndryshe, çdo gjë tjetër, nëse len dhe vepron dhe preokupohesh se vallë se çka po thonë njerëzit, kjo thot është ose është shirk që bie njeriu nëse bën një vepër, ose është syefaqësi, ria, që edhe kjo është lloj shirku të vogël, nëse e len një vepër, dhe sinqeritet është, pra siç thash, që edhe nëse len, edhe nëse vepron, duhet të bësh për Allahun subhanahu wa taala. Shtrohet pyetja se si të arrim tek sinqeriteti, si të arrim tek kjo, vazhdojmë pra me ligjëratën e radhës se si të arrim tek sinqeriteti. Mirë, përpara se ta përfundoj këtë ligjërat, duhet ta përmendin 2 apo 3 pika, ta përmbledhi këtë çka fola në këto minuta. Themi se pika e parë të nderuar vëllezër është se veprat nuk duhet njeriu të mjaftohet me vepra vetëm që i bën në publik dhe para njerëzve. Mirë po duhet këto vepra mi shoqëru edhe veprat në vetmi që i ka mes tij dhe Allahut subhanahu wa taala. Pra këto duhen me qenë paralel. Dhe ky është argument se ai që i bën vepra në vetmi është se ata që i bën në publik i bën për Allahun subhanahu wa taala. Për arsye se kjo edhe në vetmi i bën vepra që nuk e sheh kush. E dyta është se prej shenjave të sinqeritetit është që me ec kauza, me triumfua vërteta, me ndihmu, mu gëzu dhe kështu me radhë, me valvu flamurit të vërtetës, pa marrë parasysh a jeti ai që e mban këtë flamur apo jo. Jo me çdo kusht ti duhesh me qenë i pari dhe mos me qenë preokupimi i njerëzve dhe varësia nga opinioni i tyre në atë nivel sa që me qenë motiv për ti me vepru apo me lanë gjana. Njeriu motiv kryesor të nderuar vëllezër, siç kemi thënë, është bindja në shpërblimin dhe motiv për me lanë veprat është frika nga dënimi dhe kështu me radhë dhe jo mendimi se çfarë po thonë njerëzit për ty. Ky është ai sinqeriteti dhe ne inshallah me lenin Allah ligjëratën e radhës do të flasim se si të arrijmë sinqeritetin. Aqulu qawli hadha astaghfirullaha li wa lakum wa lis-sa'iril mu'minina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.